Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. 500 përfituesit e parë nga paketa e maleve të paraqitura nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në Shkodër do të zhvillojnë pronësinë pas një takse në praninë e ministrit të Shtetit për Pushtetin Vendor, Arbian Maznikut, dhe ministrit të Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxhe. Kryeministri paraqiti projektin e qeverisë shqiptare të miratuar pak javë më parë nga Kuvendi i Shqipërisë. Në bankat e nivelit 2 me një garanci 70% të kolateralit nga shteti, që kush dëshiron mund ta përdor edhe për këtë paket. Mund ta përdor për agroturizëm, mund ta përdor për agropërpunim, mund ta përdor për çfarëdo qoftë që ka të bëjë me investime në territoret rurale, malore ose edhe gjysmëmalore të Shqipërisë. Sipas kryeministrit Edi Rama, ligji i ri sapo miratuar i hap rrugë investimeve në agroturizëm dhe turizëm malor, duke i dhënë një mundësi reale dhe mbështetje të posaçme të gjithë atyre që duan të rikthehen në tokat e të parëve për të bërë sukses ekonomik për familjen e tyre. Italia vijon të mbrojë projektin për qendrën e pritjes së emigrantëve në Gjadër të Lezhës, kampi u vizitua së fundmi nga senatori italian, ish kryeministri Matteo Renzi. Vizita në Gjadër vjen pas vendimit të gjykatës italiane, e cila i dha të drejtë qeverisë italiane për marrëveshjen me Shqipërinë për emigrantët. Për zbatimin e kësaj marrëveshje është angazhuar vetë kryeministri i Italisë Giorgia Meloni. Ajo shpreh vendosur për realizimin e këtij objektivi që sipas saj është përshëndetur nga të gjitha vendet e BE-s. Kampi i Gjadrit do të ketë këtë funksion të paktën deri kur Gjykata Europiane të Drejtave të Njerëzit të përcaktojë se cilat konsiderohen vendet të sigurta origjine, një listë që do të ketë fuqi për të gjithë Bashkimin Evropian. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Shtyhet seanca e Këshillit të Prokurorëve Publik në Maqedoninë e Veriut e parashikuar për shqyrtimin e propozimit të qeverisë për shkarkimin nga funksioni i prokurorit publik. Mbledhja, siç informoi kryetaria e Këshillit të Prokurorëve, Dushica Dimitreska, është shtyrë për shkak të mospasjes së quorumit, mungesës së 3 anëtarëve dhe për gjithçka më tutje do të informohet publiku. Afatet për shqyrtimin e propozimit për shkarkimin e Kovacevskit ende vijojnë dhe Këshilli do të duhet ta shqyrtojë propozimin jo më shumë se javën e ardhshme. Kryeministri Stramickoski deklaroi se procedura për shkarkimin e prokurorit publik do të ndalet për momentin. Qeveria më 11 shkurt mori vendimin që të fillojë procedurë për shkarkimin e prokurorit shtetëror publik Kovacevski, i cili u zgjodh në këtë pozitë përpara një viti, ndërsa mandati i tij zgjat 6 vjet. Kryeministri i Kosovës kërkon nxjerrjen përpara drejtësisë së autorëve të 4 vrasjeve të fundit të ndodhura në vend. Në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, Albin Kurti kërkoi analizë profesionale, veprim ndërinstitucional dhe reflektim shoqëror. Gjithë vendi është tronditur e është lënduar nga kjo seri e vrasjeve që duhet të ndalohet, të ndalet, të dënohet. Na duhet natyrisht analizë kujdesshme profesionale, veprim i menjëhershëm institucional dhe reflektim shoqëror që adreson dhunën që kemi parë në këto ditët e fundit. Kjo është thirrje për të gjithë ne, për secilin prej nesh. Edhe për faktin që këto vrasje ndodhen pikërisht në javën kur shënojmë 26 vjetorin e fillimit të fushatës së bombardimit të NATO-s në Kosovë, për ta ndalë gjenocidin e Serbisë dhe përkujtojmë masakrat e njëpasnjëshme të aparatit shtetëror të Serbisë që synonte shfarosjen e popullit shqiptar. Ridvan Hoti është drejtori i ri ekzekutiv për trajtimin e të burgosurve në shërbimin korrektues Kosovës. Qeveria e Kosovës miratoi propozim vendimi në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. Sipas zëvendës ministrit të drejtësisë Blerim Sallau, procedura është bërë në përputhje me legjislacionin në fuqi. Në harmoni me legislacionin përkatës në fuqi, pas njoftimit të datës në 9/12/2024 nga Komisioni ad hoc për renditjen e përfundimtare të kandidatëve lidhur me procedurën e rekrutimit, paraqes parajosh për shqyrtim dhe aprovim emërimin e Zotit Ridvan Hoti për pozitën zavendës drejtor ekzekutiv për trajtim të burgosurve në shërbimin korrektues Kosovës. Bota. E ëna është afati i fundit që Serbia ka nga Gjykata Europiane për të drejtat e njerëzit për të sqaruar informacion mbi përdorimin e topit zanor në protestën e 15 marsit. Shteti toni është dhënë afat deri më 31 mars të këtij viti për të deklaruar nëse janë përdorur mjete të palishme kundër protestuesve, cila është baza ligjore për përdorimin e supozuar të armëve të tilla, e cilat janë masat mbrojtëse kundër përdorimit arbitrar të mjeteve të tilla, njoftojnë organizatat e shoqërisë civile në Serbi. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.